Ndjehemi privilegjuar që jam sot me ju. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit, mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë. Prej tij mëshirë, falje, mirësi dhe begati kërkojmë. Allahu i lutemi që të na japë të mira në këtë botë, të mira në botën tjetër, të na ruaj prej zjarrit të xhenemit. I lutemi Zotit xhel xhelaluhu që të jemi ndër ata për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa herë që besimtarët mlidhen dhe takohen për hatër të Zotit, për asnjë qëllim tjetër, vetëm se për të kënaqur Zotin, mëshira e Zotit derdhet mbi ta për jetojnë qetësi shpirtërore, me lajket i mbulojnë me krahët dhe me flatëve të tyre. E siç janë top, Allahu i përmend atje ku është ai, qofshim ne të gjithë pjesë e kësaj mirësie të Zotit. Faktikisht ndjem i privilegjuar që jam në mesin tuaj, se njeriu ndjehet me ata që rrin. Kështu që kur rrim me çuna të rinj, sultan duket vetë ala ju i akoma jep vetit gajrat, jep vetit akoma forcë dhe gjallëri për të garuar me çuna të rinj, megjithëse alhamdulillah, si mi keq akoma. E falenderojmë Zotin që na ka dhënë mirësi dhe begati pafund. Siç e thot vetë në Kur'an, nëse ju do të doni të numëroni të mirat e Zotit, kur nuk do të arrini të numëroni të mirat e Zotit. Si ka mundësi që njeriu s'mund të numërojë të mirat e Zotit? Sepse çdo detaj i jetës është mirësi për mirësive të Zotit. Kështu që nuk mundet njeriu të arrijë të numërojë të mirat e Zotit. Mund është e pamundur, domethënë të numërojë njeriu të mirat e Zotit, sepse çdo detaj i jetës, me qeliza dhe bakterie dhe molekula dhe atomet dhe çdo gjë pastaj mbi këto është mirësi dhe begati e madhe e Zotit, që është pamundur. Sepse çdo gjë Zoti e ka bërë të përcaktuar me një masë që nuk lëviz, e po të lëvizte pak do shkatërrojë, si u thon, zinxhiri, e do të prishë gjithçka. Çdo gjë ka vendin e vet, pozicionin e vet, dhe çdo gjë në fund fare është shërbim të njeriu. Dhe njeriu është ai i cili noton në këto mirësi dhe begati të Zotit, ose mirënjohës në tek këtij Zoti, ose mos mirënjohës. E nuk ka gjë më të keqe në sjelljen e njeriu se sa mos mirënjohja. Ne në jetë, njeriu që urrejmë më shumë është e krijuar kjo gjëja. Njeriu që urrejmë më shumë është ai që na tregohet mos mirënjohës, ai që tregohet ai që na tregohet mos, si thon, kokçarës, dhe që s'do me ditë ndaj një njeriu që i ka bërë të mirë. Se është ndryshe kur është një njeri që s'ka pas raport apo marrëdhënie me të, okay, punë vetë sa vetë. Më thonë za, unë nuk jam i obliguar kem raport mirënjohje apo falënderimi. Ndërsa ndaj atij që të ka bërë mirë, ose ndaj atyre që u kemi bërë mirë, minimalja që mund presim është të jenë ndaj nesh mirënjohës, ose nuk duhet për tyre që apo të paktën, se më thonë mos të qim keq për tyre apo mos të dëgjojmë keq për tyre, minimale të jenë mirënjohës ndaj nesh, falënderues. E nuk ka gjë më të keqe kur njeriu ndaj krijuesit vetë është mos mirënjohës. Dhe këto fillon gjithçka faktikisht. Këto fillon gjithçka. Varet se si njeriu pozicionohet në jetë. Në momentin që njeriu në jetën e tij është mirënjohës, Allah të shpërblet. Është mirënjohës dhe falëndërues ndaj Zotit, këtu ka filluar gjithçka pozitivisht. Dhe në momentin që njeriu si kokçarës ndaj Zotit, si kur s'do me di se ka Zot apo jo, këtu ka filluar mirënjohësi i tij. Që fakti që ne jemi akoma në këtë mirësi të Zotit, pavarësisht gjunave, pavarësisht mëkateve, pavarësisht të mirave dhe të këqija që ka gjithë secili prej nesh, por në momentin që jemi në botën e mirënjohjes, jemi mirë, alhamdulillah. Dhe gjithmonë ka hapësirë për rregullim, gjithmonë ka hapësirë për përmirësim, gjithmonë ka hapësirë që njeriu ta kapi veten e tij në momentin që është në këtë botë. Problemi është kur është në këtë botën tjetër, kur është në këtë botën tjetër ai verbohet që të shohë edhe gjërat e tjera. Kurse kur është në botën e mirënjohjes, ai mund të shohë edhe më shumë në një moment caktuar, edhe mund të reflektojë pavarësisht, le të themi, ftofjes ose pavarësisht kthesës që kishte marrë. Kështu që elhamdulillah ne jemi te kjo botë, pra tek bota e mirënjohjes dhe mirësisë ndaj Zotit, dhe e falenderojmë Zotin që ai na ka bërë neve mirënjohës ndaj tij. Se në fund fare nuk është gjë arsia jonë, apo jo.
as nuk është intuita jonë, as nuk është ku e diun se kush jemi ne krahasim me tjerë. Ka më të bukur, më të pasur, më të fuqishëm, më të famshëm, më të pushtetshëm se sa ne. Po Zoti na ka dhënë dhuratën e mirënjohjes. Dhe ne jemi mirënjohës ndaj tij. Elhamdulillah, shkoj Zotit që na ka dhënë besimin. Allahu t'i lutem që na japi të mira pafund, si në këtë botë dhe në botën tjetër. Faktikisht ndesha ndaj me ju këtë temë sot që mendoj se është e rëndësishme. Tema e gjurmës që do të lejnë. Njeriu është e pamundur të ikë nga kjo botë pa lënë një gjurmë. Kjo gjurmë do të jetë gjurmë pozitive dhe e mirë, një gjurmë që do t'i shërbej atij mas vdekjes, edhe pse ka ikë në botën tjetër, ose do të jetë një gjurmë negative që Zot na ruaj, edhe pse njeriu nga jeta e kësaj bote, ai vazhdon të ngarkohet me gjuna. Kur themi gjurmë, çfarë kemi për qëllim? Kemi për qëllim me fjalën gjurmë atë që e kuptojmë të gjithë. Kur ecën njeriu, lën një shenjë në tokë, kjo quhet gjurmë. Njeriu kur prek diçka, lën aty një shenjë, kjo quhet gjurmë. Për këtë po flasim ne. Njeriu ikën nga kjo botë, po i mbetën gjurmët të tij akoma në këtë botë. E thënë më thjesht fare, njeriu ikën nga kjo botë, po i mbetet libri i të mirave hapur dhe vazhdon shkruan, ky ka vdek ka 100 vjet, ka vdek ka 200 vjet, ka vdek ka 500 vjet. Libri i të mirave vazhdon të shkruaj dhe të regjistroj. Ose e kundërta, ai ka vdek dhe ka ndruar jetë, ndërkohë që libri i gjunave dhe i mëkateve dhe i të këqijave vazhdon të jetë i hapur. Ai ka 300 vjet tek Zoti i gjithësisë. Do shohim ne për shembull hadithe që ka njerëz ku e di unë, me mira dhe me qindra mira vjet që libri vazhdon të jetë i hapur i tij. Nuk shpëton dot njëri pa lënë një gjurmë. Dhe të pakt janë ata njerëz që largohen nga jeta e kësaj bote pa lënë një gjurmë. Puna është ne çfarë gjurme do të lejmë. Për gjërat e interesante që kanë le të themi në terminologjinë e Islamit është se ata që ndjekin të vërtetën në Islam quhen ehlu ether. Ata që ndjekin gjurmët. Pra në fen tonë nuk mund bëjmë pralla, nuk mund bëjmë filozofi, nuk mund bëjmë shpikje në shekullin e 15 Islamit që jemi sot. Jo, çfarë duhet bëjmë? Alejke bil ether, përmbaju gjurmëve që kanë lënë kush? Pejgamberi alayhis salam, sahabët, përmbaju gjurmës që kanë lënë libri i Zotit, sunet e pejgamberit alayhis salam, nuk mund bësh çfarë dush në këtë fe. Do të ecësh patjetër në gjurmët e kujt? Në gjurmët e pejgamberit alayhis salam. Gjurmët e kujt? Gjurmët e sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum, Zoti qoftë i kënaqur prej tyre. Pse është temë e rëndësishme kjo tema e të lënit gjurmë? Dy janë arsyet kryesore. E para, se puna e gjurmës përmendet në Kur'an. Dhe puna e gjurmës përmendet në hadithin e pejgamberit alayhis salam. Do me thënë, kjo nuk është një temë, le të themi, tretësore apo pesësore në Islam apo ne nga fundi i listës. Pra në momentin që ne do të shohim 4 ose 5 ajete që flasin për këtë temë, e do të gjejmë me 10 hadithe që flasin për këtë temë, do thotë që kjo temë që e ka goxha e rëndësishme, përderisa në librin e Zotit na merr kaq shumë ajete kuranore dhe përderisa në sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam na merr kaq shumë hadithe, do të thotë se është diçka tepër e rëndësishme dhe ne do të dalim tani te kjo pikë. Ajetet të cilat flasin për këtë tematikë. Ajeti më i njohur që gjen në të gjitha kërkimet rreth kësaj temës është ajeti i surës Yasin. Inna nahnu nuhyil mauta wa ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ne do të ringjallim njerëzit dhe gjurmët që ato kanë lënë në jetë në kësaj bote. Paska sa ringjallje? 2. Ringjallja e njerëzve me veprat e tyre çka kanë bërë ata dhe ringjallja e pasojave të veprave të tyre. Po mirë, çfarë mëkati ka mundsi dikush ka bërë gjuna mas meje? Nëse ti ke qenë se bebi, do ta paguash edhe ti. Pse duhet shpërbleje mund për një të mirë që ka bërë dikush mas meje? Nëse ti ke qenë se bebi, do të shpërblehesh edhe ti. Nuk ta humb Allahu xhel xhelalu kur. Ajeti tjetër, gjithë ne dim dhe kemi dëgjuar për Ibrahimin alayhis salam. Në një nga lutjet që ka bërë Ibrahimi alayhis salam ishte
waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ibrahimi a.s. i është lutë Allahut, o Allah, o Zoti im, më përmendshin njerëzit për të mirë. I është lutë Zotit që brezat që do të vinë deri në ditë Kiametit, Ibrahimin ta përmendin vetëm për mirë. Pa në mëthuj një mumbot, sot flasim për ata që ndjekin dhe pasojnë një fe dhe besim që nuk e përmend Ibrahimin a.s. për mirë. Gjithë thotë jemi abrahamik, fetë abrahamike, Abraha, etj. Gjithë i dedikohen, i referohen Ibrahimit a.s. E Allahu xhel xelalu gjithashtu, domethënë në një ajet tjetër Kur'an, thotë alimet nafsum ma qaddamat wa akharat. Çdo njeri do ta mësojë ditën e Kiametit çfarë ka bërë sa ka qenë gjallë dhe çfarë ka ndodhur mas vdekjes tij për shkakun e tij. Se në këtë botë ndoshta ti nuk e ndjen. Ama ditën e Kiametit do të shohësh efektet dhe pasojat. Pra ne po flasim gjithmonë për gjurmët, efektet dhe pasojat. Ose ajeti kuranor ku Zoti thotë Yunabba'ul insanu yawma idhin bima qaddama wa akhar. Atë ditë njeriu do të njoftohet për atë që ka bërë gjatë jetës dhe për atë që ka ndodhur mas tij. Do të njoftohemi për dy gjëra, për atë që kemi bërë, okay, e kemi bërë. Po edhe për atë që është bërë mbas nesh, gjithmonë qofse ne kemi qenë sebebi i të mirës ose i të keqes. E Allahu xhalla xhelalu thotë: "Wa min awzari alladhina yudhillunahum bighayri ilm." Do të mbartin mëkatet e tyre dhe mëkatet e atyre që kanë humbur ata. Domethënë mëkatet e atyre që ata janë bërë shkak për humbje. Domethënë nuk do dalin njeriu në ditën e Kiametit vetëm gjinohet e veta, po do të mbartet edhe gjinofet e të tjerëve nëse ky ka qenë ustai, profesori, ky që i ka nxit, as ka janë që pa ata probleme përse ka kopë, atje vetëm ta shohin, lyp avioni në lloc. Para Zotit, siç kishin mjetin, Allahu na ruaj. Ashtu siç mund ndodhe e kundër, diku bëhet se për të marrë grup shokësh me shku numre për shembull, avioni në lloc këtu. Po ky lloci është xhenet, ai lloci tjetër është lloc xhenem. Në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi sa më ka thonë një fisi, është histori e gjatë shumë, kanë dashur televizin ato vinë me shtëpi afër xhamisë pejgamberit alayhis salam, e rëndësishme në fund fare, ju thotë pejgamberi alayhis salam, tuktabu atharukum, rrini atje ku jeni, se rruga juaj për në xhami dhe ardhja për në xhami janë gjurmë që ju shkruhen. Pra e vetëm ardhja në xhami dhe falja namazit, po edhe gjurmët që ju vini për në xhami ju shkruhen tek Zoti xhella xhelaluhu, që është përmend si term pra në këtë hadith. Ndërsa prej haditheve gjithashtu që është përmend kur njeriu ndron një jetë, pejgamberi sa më tha, ai që ndron një jetë i vdekur është musterihun ose mustarahun minhu. Musterih, pra njerëzit thotë kur vdesin, o qetësohet, pra me kuptimin s'ka mo stres, s'ka mo hallë, siklete, jo po vajtje këte, jo po vajtje anë, jo po diploma, jo po shkolla, jo po puna, s'ka mo hiç. Musterih. Ose thot mustarahun minhu, ose thot kanë rënë qetësi krijesat prej tij. Çfarë do thotë kanë rënë qetësi krijesat prej tij? Qenia e ndonjë individi në jetë të kësaj bote bëhet shkak që dënohet gjithë shoqëria. Jo vetëm shoqëria, po edhe kafshët edhe bimët. Ka njerëz që prezenca e tyre në shoqëri të caktuara na lën shiun, na lën bereqetin, na lën marsinë, na lën gjithçka. Sepse janë njerëz që ftojnë tek e keqja dhe masat dhe popujt ju binden atyre e si pasojë i kapin gjithë. I ndeshkon Zoti gjithë. E kur ikin këta njerëz nga kjo botë, rehatohen edhe kafshët, edhe bimët, po edhe njerëzit
rahatohen për të keqes që mund të buronte prej tyre. Ose hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dëgjojeni këtë, libni Adem al-awwal minha nasib. Birit të Ademit të parit i shkon mëkati dhe gjunahu i çdo vrasje që ndodh në botë, sepse ai ishte i pari që solli në jetë vrasjen. Çdo lloj vrasje që ndodh në botë, atij i shkon një faturë. I referohet dhe atij, soti. Sepse ishte i pari që e shpiku. Këto ditë dash përpara Zotit me gjitha vrasjet që janë bën nga Ademi alayhis salam deri në ditën e Kiametit. Subhanallah. E hadithi më interesant gjithashtu është hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi i njohur, men sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamati duna an yanqusa min ujurihim shay'an. Sa kush bëhet shkak që të bëhet një e mirë, që të vinë një jetë një e mirë, që të ngjallet një sunet i humbur, një traditë e bukur e Islamit që të vinë një jetë, ai do të marrë shpërblim. Dhe shpërblimin e çdo kujt që është bërë ky sebeb për ngjalljen e kësaj tradite të pejgamberit alayhis salam, të kësaj mirësie. Tanë llogaritë ti për shembull me botin diçka dhe me të ndjek ti një fshat i tërë, apo një qytet i tërë, apo një lagje e tërë, apo një popull i tërë. Të gjitha sevapet ty të vinë. Po do të vazhdoj edhe brezi tjetër, ty të vinë. Po edhe brezi tjetër, ty të vinë. Po, subhanallah. Po kështu, thotë men sanna fil islami sunnatan sayyatan falahu, thotë më fal hadithi pjesa e parë, duna yanqusa min ujurihim shay'an, nuk do t'ju paksohet nga sevapi dhe shpërblimi as pak, asnjërit. Pavarësisht se janë sebeb njëri tjetrit. Thjesht i vin faturat me rënd. Ndërkohë që ky e merr sevapin dhe shpërblimin e tij. E kundërta, kush bëhet sebeb që të ngjallet një e keqe, të krijohet një e keqe, të bëhet një e keqe, ai do të marrë mëkatin e saj dhe mëkatin e çdo kujt, e çdo njerit që do ta bëjë këtë mëkat mbas tij, dhe ky ka qenë sebeb. Asnjëri thot nuk i humbet e vetja, pra këto të marrin veten, po i shkon fatura edhe këtij të parit. Ose prej haditheve gjithashtu interesante është kush bëhet sebeb për udhëzimin e dikujt, siç është hadithi që do ta trajtojmë inshallah taala tek gjërat që ku mund të jenë fushat që ne mund ta aplikojmë këtë lënien e gjurmës. Do të shohim inshallahu taala. Pse është e rëndësishme kjo temë? Përveç ajeteve që përmendëm dhe haditheve që përmendëm. Sepse ti ndoshta, edhe unë, për them ti, nuk kam për qëllim asnjërin, kam për qëllim edhe Ahmedit. Ti ndoshta nuk e bëra sa duhet. Dhe gjithë secili prej nesh është dëshmitar i vetes tij. Belin insanu ala nafsihi basira. Çdo njeri e njeh veten e vet. Lëre çfarë mban ligjërat, lëre çfarë hypën minber atje, lëre çfarë tregon muhabet për Islamin apo hadithe me shok apo me shoqet. Çdo njeri e njeh veten e vet. Belil insanu ala nafsihi basira. Çdo njeri e din veten e tij se kush është. Ndoshta ne nuk jemi ata të duhurit me qenë Firdaus. Ndoshta nuk jemi ata meritorët për qenë në listën e ndërmjetësimit profetit alayhis salam, do të përmendë emrin. Filani, del emri jot nga goja e pejgamberit sa. Filani. Ndoshta ne nuk do të jemi për atyre që do të futen në xhenet pa llogari. S'kan as peshore, as sirata, janë grup njerëzish që zhvillim fare, shkon në xhenet. Ndoshta nuk jemi për këtyre njerëzve, ndoshta nuk jemi për atyre që fillon xheneti që është në varr. Ka njerëz që u fillon xheneti që është në varr. Atëherë, ndoshta nuk i je ti, po është shkaku. Është pasojë, është gjurma jote. Ndoshta profesori e Ebu Hanifes nuk ka qenë në dikushi, po Ebu Hanifja bllokoi horizontin. Ndoshta profesori në Buhariut 98% e muslimanëve në botë nuk e njohin, mirë pa i nxorri Buhariut.
I shkon profesorit gjë apo nuk i shkon? Absolutisht i shkon. Thjesht nuk i dihet emri. Po ka Allahu, dihet emri apo jo? Kjo është e rëndësishme, dihet emri tek Allahu. Sa njerëz ta panjohur në tokë, emrat e tyre tek Allahu janë në krye të listës dhe emrat e tyre tek melajket përmenden çdo ditë. Ne ndoshta nuk kemi kjo pjesë Allahut. Po ndoshta do të bëhemi sebeb për dikë që ajo vetëm do të shpëtojë veten e tij, po do të shpëtojë lagjen e tij, do të shpëtojë qytetin e tij, e do të shpëtojë ndoshta gjysmën e njerëzimit. Për këtë arsye, njeriu duhet të mendojë për këtë gjë, për gjurmët e tij, për pasojat e jetës së tij, në të mirë ose në të keqe. Arsyeja e dytë që kam shënuar në këtë është e pamundur që njeriu të largohet nga jeta e kësaj bote pa lënë gjurmë. Është e pamundur, shumë. Mund të jetë ndaj humbëtir insan. Humbëtir njeri që i nga kjo botë pa lënë gjurmë. Është e pamundur. Ora që ke për të lënë gjurmë, po shqip se çfarë gjurmë do të lësh. Që ke për ta lënë ti një shenjë në këtë botë, ke për ta lënë. Po duhet me pa, do të jetë një shenjë që të na shërbej për mirë, apo do të jetë një shenjë që të na shërbej për keq, Zoti na ruaj. Apo do të jetë një shenjë hiçi, si shkojnë shumë për njerëzve, hiç. Hiç sa ishte gjallë, hiç sa vdiq, e hiç mas vdekjes si del emri mas e lloj liste. Zoti na ruaj. Arsyeja tjetër është se është një ajet i bukur pranor thotë la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Ti se di mund të ndodhi diçka e bukur më mrapa. Ti nuk e di. Po diçka e bukur mund të ndodhi më mrapa. Pra, subhanallah, ajo fjala që i ke thonë dikujt, ajo këshilla që i ke thonë dikujt, ai sebebi që e bë për dikë, mund të krijojë Zoti, mund të sjellë Zoti një situatë të mrekullueshme që ti vetëm kur dash para Zotit ke mbeti thu, o Zot, po këto janë të mia. O Zoti, ajo se ti ke folur me filan ditë. Ti ke këshillu filanun filan ditë. Ty të ka pajë duke u falë ke punë atje dhe kanë fillu të krijojnë pyetje. Ka pa që ishe i mirë në sjellje kështu të po çka ka, valla s'ka hallë një për shkak që rinjët më në buzë që ja ka prej fesë, çfarë kjo fesë që ka shumë. Ti nuk e din çfarë gjë është bukura mund të bëj Zoti mrapa. Sepse njeriu do që ti korri suksese të shpejt. Po s'është e thonë, nuk dihet çfarë ndodh më mrapa. Arsyeja tjetër është se ne jemi krijuar për të lënë gjurmë faktikisht. Ne jemi krijuar nga balta. Balta kur bjerë në tokë, le gjurmë apo nuk le gjurmë? Le gjurmë. Edhe një është krijuar për të lënë gjurmë. Për këtë arsye tha Zoti, juve dhe pasojat dhe gjurmët që keni lënë mbrapa mos vdekjes do të ngjallën ditën e Kiametit. Kjo temë është e rëndësishme sepse o vëllezër, kjo është ndoshta duket si e dhimbshme, po kjo është një e vërtetë që ne duhet ta kujtojmë gjithmonë. Ne në këtë botë kemi vetëm një mundësi, vetëm një shans. Sa jemi gjallë. Nuk t'jepet më shanse dytë. Nuk do të kesh dhe një jetë tjetër që tu për tjetër të t'jenë perfekcion, s'ka më. Kjo është shanse dhe mundësia e vetme që jepet gjithë secilit për nesh. O e shfrytëzon e jep hakun, ose për ndryshe do të bëhet të pishmër. Kanë thonë, Zoti thotë në Kur'an, la uqsimu bi yawmil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawwame. Betohen në ditën e Kiametit dhe në shpirtin njeriu qortues. Do thonë njeriu qortues është jo besimtari, besimtari gjunaqar dhe besimtari vepër mirë, po jo shumë vepër mirë. Jo besimtari është qortues të thotë Rabirgjiun, o Zot më the dhe jam mrapsh. Bileta për na herët është vetëm vajtje, s'ka më kthim, iku. Gjunaqari do kuptoj se
më kishte bërë mira shumë dhe s'do të kishte përfundu zagje me u pastru herë ke lavazhe atje poshtë. Lloj hekurosjesh, zotin e ruaj. Lloj pjekjesh. Po edhe ky vepër mirë që shkojnë në anem, a më u fut aty mas dere të paktën, po i shef ato të tjera. Selam aleikum, ata se min fare, ja bën me dorë kështu, aleikum selam, shqera i vllati e poshtë fare, si mizë vogël, aleikum selam llaj. Kur shohi ky llajin atje lart, e ky llaj është të poshtë, edhe ky do të pohet pishman, edhe ky do të thotë, të kisha punuar, ne ishim bashkë, me i klasë ishim, si ka mundësi që ky shkojnë Firdaus për shembull. Po ne me i lajë kemi qenë komshi, derë në derë, si ka mundësi që shkojnë Firdaus valla. I doli emri nga pejgamberi që shke 70.000 që e parë, i doli emri atje. Po ne bashkë ishim, bashkë punëshim. Çfarë kajte pas ka pas këtu. Pra kjo është një shans që ty t'i jepet dhe nuk përsëritet më. Nuk është si puna e provimit që po ngele, provimet e rregullta i bën vjesht. Atje s'ka më vjesht vlla. Atje po ngele herën e parë, o mëshira e Zotit, kalo, ose do të futesh në procedurat e furrëzimit. Allahu na ruaj. Kjo temë është e rëndësishme sepse ne faktikisht edhe pse jetojmë, ne jemi në një garë të tmerrshme që ka emrin gara e arritjes së vdekjes. O vëllezër, është një gjë që po na pret atje, që quhet vdekja. Ne ja kena foti vrapin, valla, çu sa kemi lerë për shku drejt asaj dere. Kështu që ne po shkojmë drejt vrimës së zezë atje. Po të paktën gjejmë ca gjona rrugës, a kupton? Që ne ikim ato gjonat e tjera, mund të na shpëtojnë, mund ta nxjerrin nga situata. Dhe arsyeja tjetër është neve do t'i kushtojmë rëndësi kësaj teme. Thash, ky fillim është pak i dhimbshëm, po më mirë kështu të themi se ta më mirë se ta kam i lajm mirë dhe i lajm keq ta, kë do përpara tha. Ta më thuaj të keq, ta pastaj të mirë. Kështu që pa filloj herë me këto të fortat. Kjo është një temë e rëndësishme, sepse asnjëri prej nesh, edhe Ahmet Kalaja që është para jush, nuk është i gatshëm për të përgjigjë për pyetjen e mëposhtme. Cila është kjo pyetje? A je i gatshëm për të transferuar në këtë moment që po flasim apo jo? Asnjëri prej nesh, ndoshta mund të ketë në evlia, mund të ketë një kështu, që edhe me lajket e kanë zili, po flasim përgjithësi për ne gjinofçarë të tjerë, asnjëri prej nesh nuk është i gatshëm me thonë, unë jam gati. Po, tani le të vdekje. Njëri për nesh thonë, sa të pendohen, njëri se sot me sa mbjoni. Nuk ka një i të gatshëm. Apo jo? Ose ka një i gatshëm, po s'ka një garik të në kim. Është një i gatshëm që në një për shumë të thonë, kush është gati tani? Unë besoj se s'ka. Po edhe më të kretë, nejse. Po në përgjithësi s'ka, po flasë për vetën time dhe për shokët e mi. Që është, ne nuk jemi të gatshëm me thonë jam gati tani. Atëherë përderisa si i gatshëm me thonë jam gati tani, atëherë je në kohë. Je në kohë. Kishte një njeri i cili ishte në udhëtim. Dhe gjatë udhëtimit, gjatë rrugës, më përpara o vëllezër kanë pas udhëtuar 6 muaj me bë haxh. E 6 muaj në u kthy. E kur vinte dikush nga haxhi i gjallë, bëhej dasëm, përcillej si dasëm. E kur vinte bëhej dasëm, nuk dija këtë i gjallë apo jo. Njoni, sa herë udhëtonte në haxh apo diku tjetër për tregti, merrte me vete dhe fruta. Fruta të thata, dhe fruta të njohura, fruta të thata. Edhe bërthomët, ai thonë bërthom, gurët, si mund të quhen thotë, mrena, qërrit, i hidhte gjithmonë anësh. Kishte një rrugë gjithmonë i hidhte. Kur kthehet, shkon atje, bën tregti, rrin atje, martohet, me sa duhet gjeti mirë atje, kthehet mas 20 vjeç. Gjitha e rruga ku ky ka pas kaluar gjithmonë është bën me pemë, me të gjitha llojet e frutave që kishin pasur në rrugës. Kjo është puna e gjurmës. Kjo është puna e gjurmës. Ti mund ta hudhësh diku fjalën,
këshillën, sebepin, etj. Edhe mbetet ajo mund të lullzoj, mund bëhet mrekulli, e ti s'di gjo, po Zoti i Madh e di, me lajket e din, toka, e din që e ka dëshmuar edhe qielli që e ka parë, do dëshmuaj ditën e Kiametit. Kështu që njeriu ka mundësi të jetë, si më thënë, burim mirësie për veten e tij, po edhe për të tjerët, duke marrë edhe ky shpërblimet e tyre më mrapa. Dhe njeriu mund të jetë burim mëkatësh, Zot na ruaj, po edhe për të tjerët, nëse ky do të jetë sebepi ose shkaktari i kësaj gjëje tek të tjerët. Për këtë arsye, për gjërat e bukura që vijnë nga ditët e Pejgamberit sa fiksoje këtë, të paktën tha mos bëj keq. Të paktën mos bëj keq. Se kur s'bën keq tha, të shkruaj sikur ke dhënë sadakat. Paktën mos bëj keq. As ke mundësi me qenë ai devotshëm, ai përkushtuari, ai tipi, a keni dëgjuar për shtyllat e xhamiave, a keni dëgjuar këtë term ndonjëherë? A keni dëgjuar këtë term? Shtyllat e xhamiave ose kollonat e xhamiave. Se më gjithë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka prej njerëzve në tokë që quhen kollonat e xhamiave. Pse? Nga që si ndahen xhamiave, janë mësuar me lajket me ata. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur këta njerëz mungojnë, smuhen tregti apo diçka, me lajket e xhamisë, se çdo xhami ka me lajket e veta. Me lajket e xhamisë dalin dhe i kërkojnë. Subhanallah. Për këtë arsye vjen hadithin e 7 kategorive që ti do të jenë në hijen e arshit Allahut ditën e Kiametit, tha dhe një njeri zemra e të cilit është e varur në xhamin. Po si e thon robi po e pati zemrën të varur në xhami, kjo është kuptim me kuptim nuk është kuptimor, nuk është figurative, nuk është kuptim drejt për drejt. Domethënë ka njerëz vëllai që kudo që të shkojnë në botë, thotë ku është xhamia? I bëhet fiksim. Pa gjithë xhamin i prishet pushimi, pa gjithë pashbuesh xhamin, i prishet udhëtimi biznes. E ka vëlla fiksim. Kudo që shkoj, ku është xhamia? Futet ka aplikacioni. Xhamia më afërt. E shkruan aty tak, i jepet xhamia harta e gjitha. E ka zemrën të lidhur me xhami, kudo që të shkoj, mendin e ka ke xhamia. E njëri që të jetë i tillë, normalisht që është prej kollonave të xhamiave. E kur këta kollonat e xhamiave ta mungojnë, çano me lajket dalin dhe i kërkojnë. Pra ti me mirësinë tate mund të lesh gjurmë çuditshme në këtë botë. Për këtë arsye ka njerëz që ka njerëz që kur ikin nga kjo botë dridhet arshi dhe me lajket 70.000 i falin xhenazën. Dhe pejgamberi sa më kthen kokën, tha pse? Tha pash hyrit e xhenetit që i rrin nga koka. Dhe pejgamberi sa më kthen kokën, tha pse? Po e lajshin me lajket. Po ka edhe njerëz që thot Zoti, fema beket alehim usama ul ard. S'qau për ta as toka as qielli, si ramen e fund, përkundrazi, thashë që shi iku. Që shi vdiq. Atëherë, këto ajete dhe këto hadithe dhe këto le të themi pika shërbejnë për të kuptuar se sa e rëndësishme është kjo temë. Le të vim tek pika tjetër, që është cilat janë fushat ku unë mund të operoj që të marrë këtë shpërblim kaq të madh, kjo është tregtia vëllai. Tu e vlen me investu njeriu. Nëse ka diçka që ja vlen që njeriu të investojë, është pikërisht tregtia dhe biznesi i gjurmës mas vdekjes, i shenjës që do të lejnë mas e tikin nga jeta, i efektit dhe i pasojës që do të lejnë mas e tikin nga jeta e kësaj bote. Atëherë le të përmendim si pika. Dhe nuk është kusht patjetër njeriu që të jetë aktiv me të gjitha pikat. Dikush e gjen veten tek e parë, dikush e gjen veten tek e dyta, dikush e gjen veten tek e shtata, nuk ka problem. E rëndësishme ti nga ky takim sot veja një synim vetes tate. Çfarë do të mbjellësh ti vëlla? Cila do të jetë gjurma jote më e dalluar që kur ti ikësh nga kjo botë, libri i sebapeve vazhdoj me lekut shkruaj. Edhe pse ti ke ka 200 vjet, ka 300 vjet, ka 500 vjet, ka 1000 vjet nga jeta e kësaj bote. Le ti shohim. E para gjë normalisht është dija. Po ne mund të jemi gjithë dietar, kurse jemi dituria,
Nuk kemi për qëllim që ti t'jesh i lirë vetëm për këtë punë. Ditoria ti mund të jesh edhe për një çështje të caktuar, për një temë të caktuar. Ora duke shpërndar libra, asnjë gjë tjetër, duke shpërndar fletushka, duke shpërndar ligjërata, valla, të erdhi linku ose i bukur, është shpërndar tek gjithë kushëritë tuaja, valla. Tek gjithë shokët e klasës, që në gallate pas ka bohë, rika për gallatin, nuk ka problem. Fiksoj gallatën e. S'ka problem për gallat. Sa lezër e kina njësh këtë hoxhën. Ta rase aty. Ta ki gjo tjetër, kur ta shofësh kushëri ku je, vlla, se s'po të shofë në xhami. Pra nuk është kusht thjesht i burimi, okej, më e mirë do t'ishte burimi i ditërisë, burimi i dijes, okej, por nuk është kjo e mundur për të gjithë, për 1.218.000 arsye. Por ti mund t'jesh shpërndarës, ti mund t'jesh sebeb, sot, vllai ka lecu Zoti shumë gjona, aq lehtë janë bë puna që ti me qenë tek sektori i ditorisë, saqë s'ka më mirë e më lirë. Nuk është në kohët e vjetra, valla. Tha si ja bonte Ibn Xhauzi, tha se ka shkruajt libra për çdo shkencë. Por ku e ka gjetë bojën, tha e lejte ta për të prerë lapsat në kohën kur i vishin mysafirët. Kur i vishin mysafirët, fillet e priste lapsat. Po si i ke, si nga shtëpia, i ke gjithë mirë, po si ka qenë tezja, si ka qenë po si ka edhe priste lapsat. I bojte 20-50 i përcillte. Kur vishin miqtë e tjerë, bëte një të muhabet këtu, bëte muhabet të njëjë, po këtej priste kalema. Marrë të punë i vetë anash, i përcillte aq drejt aq shumë rraf. Ndoshta nuk mund bëhemi gjithë kështu, apo jo? Ama Kurana kur të ketë një kohë për shpërndar ke rruga, mund ta bëjmë gjithë. Ose i plet palosi, ose i link siç e pasur kështu me rraf. E dyta. Edhe kjo është ju nxis për këtë gjë, ëh? Ju nxis për këtë që do përmend tani. Fëmia i mirë. Një beqar do të martohej pra herë, që të bëni fëmijë. Se nuk bëhen fëmijët me frymën e shenjtë, as me oksigjen, as me ozon. Fëmijët bëhen kur ke edhe palën tjetër, edhe ama çfarë tha fëmia i mirë? Pse? Se duhet edukuar fëmia, nuk është punë vetëm me bë fëmijë, punë është edhe të edukosh. Të mbjellësh tek fëmia dashurinë për Allahun, dashurinë për pejgamberin, besimin në botën tjetër. Edhe leje, nuk ka problem. Pra me kuptimin, ai do të jetë me shpresën e Zotit tek të mirët. Normalisht për gjitha këto ka hadith, po nuk po ndalemi tek hadithet se mos të marrim nga koha, sepse besoj keni gjatë. Tjetra, lëmosha e pashuar. Pse është quajtur lëmoshë e pashuar? Sa të jetë gjëja ekzistente, ty të vjen sevapi dhe shpërblimi pas vdekjes. Për i pus. Sa të jetë pusi ekzistent, ty të vjen sevapi, xhamia, ty të vjen sevapi. Jo, po s'kam pas mundësi Allah me bë xhamia, ama kam dhënë 1.000 lekë kur ishte të ndërtu filan xhami. Ty të vjen përqindja vllai, nuk hum gjok e Zotit. As grimca më e vogël, as grimca e grimcës më të vogël. Pra as atomi, as grimcat e grimcave përbërësat atomit nuk humbin ke Zoti nëse është e mira aq e vogël. Ashtu siç edhe e keqen Zot na ruaj. Tre që është përmend në hadith, thot, është hadith tjetër. Ky hadith i parë që i ka përmend 3 me i vend. Është një hadith që ka përmend 7 gjona me i vend. Thot, nuk i bën dobi njeriu pas vdekjes vetëm nëse dëgjoje. Kalon thot një mushaf. Mushaf Kur'an. E ka ble, e kalon në xhamia sadaka. Ka marrë vesh që do bën një thirrje për shpërndarje Kur'anësh. Ka thonë, sa ishte i Kur'an 4.000 lekë, ka paguaj 4.000 lekë. Për shembull, sa pas mundsi 4.000 lekë, ka thonë 100 lekë, nuk ka problem. E rëndësishme, mushafan warrathahu, me lën një mushaf mbrapa. Po pse ka thonë mushaf dhe nuk ka thonë libër si aty lart? Se libër nuk lejnë dot gjithë vëlla, ama mushaf mund të lejnë gjithë. Pra libër nuk do thonë nuk lejnë dot gjithë libër, ama Kur'an mund të lejnë. Meqenëse edhe libër mund të lejë, se ti nuk është kusht ta bësh vetë librin, apo jo? Ti mund të marrësh një libër, ta botojsh, ta shpërndajsh. Qartë? Vazhdojmë prapë të hadithi, thot, au mesjiden banahu, ose ka kontribuar në ndërtimin e xhamisë.
krejtësisht ose pjesërisht. Dhe ati do t'i vazhdoj, se po të thushtë e mirë, vlla, bëj pyetje, çfarë do të bëj ky 10.000 lekë shim me 2 vjetra parapërsisht 10 euro e gjys, çfarë do të bëj ky 10.000 lekë shim, një xhami që ka kushtuar vllajin 300.000 euro, jo, është në përpjestim, këtë zoti nuk o mas i gjatë. Për çdo sejdë, për çdo lot, për çdo lexim Kurani, për çdo tobe, për çdo dua, këtë vjen edhe përqindje, nuk ka problem. Në fund fare, deri në ditë kiametit, i Zotit di se sa ditë kanë ngel, e sa njerëz do të jenë aty, ty të vjen sevapi dhe shpërbimi. Pa ti, mos bë llogaritë e Zotit, çfarë është? Atë e di Zoti. Ti bën llogaritë tuaja, ti shih çfarë mund bësh ti, sepse mëshira e Zotit dhe falja e tij nuk arrihet me sasinë, po arrihet me niyetin dhe me cilësinë. Me niyetin edhe me cilësinë. Hadithi prap thot, au bejtun libni sebilin bena, ose thot ka ndërtuar një shtëpi për rrugtarët, për udhëtarët. Sepse ka qenë hall o vëllezër, ka qenë hall, më përpara njerëzit kanë pas hall këtë punë. E ndërtoi shtëpia për udhëtarët. Si hanet, po hanet kanë qenë me pagesë. Si më thon falas. Që udhëtari, kush ishte udhëtar, rrinte aty një natë dhe vazhdonte. Thot o nehrën e gjëra, ose ka hapi kanal, ose ka boj pus diku. Me hadith, po flasë siç është përmend në hadith. Thot, hadithi tjetër, konceptim tjetër, thot, nuk ka ndonjë njeri, që e sa e bukur është kjo, që mbjell, thot, ndonjë pemë në këtë botë. Sa tjetë ajo pemë, sa herë që do të ushqehen me të njerëzit apo kafshët, apo do të rinë në hijen e saj njerëzit, njeriu të shkon sevapi dhe shpërblimi. Prej seksioneve apo sektorëve është të ftosh njerëzit në fe dhe në besim, bësh sebeb për t'i kërë. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Aliut radhiyallahu anhu, sikur në dorën tatë të udhëzohet një njeri, është më mirë për ty se sa të gjitha gjohet, të gjitha mirësitë e kësaj bote. Po pse? Unë gjithmonë jap këtë shembull. Nëse do ishe një duke u djeg këtu, jashtë, edhe ti u munove dhe e shpëtove. Hodhe gjaketën tate, i hodhe i patani, e shpëtove nga djegë, ishte du djegë, ishe vënë vetën flakën, ishe dhënë flakën vetës. A do të kishe shpërblim më të Zoti, valla shumë shpërblim më do të kishe. Ose e pe një ishe po e fuste pistoletën vetës, u bone se bep, që ta bindësh, ose desh më ullë nga palati, u bone se bep që ta bindësh që më ta bojnë të punë. A se vapi më, që thot Zoti këtë të se vap? Thot Zoti kush bëhet se bep që njëri tjetoj, e me shpërblimit e ka Allahu sikur ka shpëtuar gjithë njerëzimi. E kush bëhet se bep që njëri të vdesi, pra është ai shkaktari, e merr dënimin e Zotit sikur është bërë se bep për gjithë njerëzimin. Apo jo? Është ajeti kuranor. Tani pyetja, çfarë mund të jetë sevapi te Allahu nëse unë ose ti bëhemi sebeb për një person që ta shpëtojmë një herë për gjithmonë nga zjarri i xhenemit? Po vëllezër, është e pamundur me u imagjinu se çfarë mund të jetë sevapi te Allahu për Zotin e madh. Vetëm Allahu e di. Të bëhesh sebeb që njëri shpëtoi nga zjarri i xhenemit, po ti mendon se Allahu ka për të lënë ty në xhenem, e ti e bëhet për sebeb për dikë më si për xhenemit? Vallahi kurrë inshallah. Vallahi kurrë inshallah. Kurrë inshallah. Për këtë arsye njeriu duhet të vej si detyrë vetes apo. O vëlla po uzdim me fol, vëlla po çfarë të them vëlla kush po merr me vëlla Rami, nuk ka asgjë, nuk është kush të fal fare. Unë vëlla ditë me hoxhë me pi kafe, me vë mohabet. Unë me shok tjetër tatin që është shumë i aftë, ka pas sukses në këtë push apo në push. Shif çfarë probleme ka që nuk po ecë ku dëgjon gjejmë vëlla musliman që është nish për këtë punë. Vritë vëlla mendje në vëllain. Ky është investimi më i mirë vëlla. Ky është gjë më e mirë që mund bëjë njeriu. Ta në llogaritë ti mund të jesh në kokër gjumit Allah e më, ndërsa ky personi që për cilin ti e bë sebeb për të fal namazdat duke qallë vëlla. Ose mund të jetë në Qabe duke bë haxhin. Ose mund të jetë nga ato që bën khat me Kuranit muj për muj. Ti alas ke mësuar me lexu vetë arabisht o vëllain. Ndërkohë që i e bë sebeb për dikë tjetër. Po ky mund bëhet sebeb për dikë tjetër, po ky mund bëhet i hoxh shumë i njohur mas 50 vjeç vëlla. Ose në dorën e tij udhëzohet i fëmijë, apo i jep Zoti i fëmijë që bëhet subhanallahu.
Thjesht njeriu duhet ta ketë çfarë? Thjesht njeriu duhet ta ketë në listën e gjërave të rëndësishme në jetë këtë gjë. Thot ifar anil khair wala tantadhir al ghayr. Boje ti të mirë, mos prit ta bëjnë tjerët. Janë shumë njerëz në jetën tonë që mund bëshin nesër be për ata, ne i merr dikush tjetër. Po, kushërini im në xhami, po shne, i ka folë njëri ke puna. Ndërkohë që është kushërini. Në një ditë bukur thot të fëmia, për shembull, që do të filloj të falem. Kam i shok ke puna. Si ndjesh ti për shembull? Se mos e bë pas për fëmin tatën. Fëmin tënd, thot ta thënë bukur. Atëherë bëje të mirën, mos prit ta bëjnë atë të tjerët. Nëse nuk e bën ti të mirën, mund të bëjë dikush sherrin në vendin tënd. Pra, ne folëm për anën pozitive që s'folet ti me kushërit, e ti solli dikush tjetër. Po nëse ti s'fol me kushërit, e ti çon dikush diku tjetër. Si do duket vetja për shembull, ndjehesh. Ose me fëmin tat, ose me vllajën tat, me motën tat, s'ke punu ashtu siç duhet, kur ta shohësh ka përfundu adhuruesi i lopës. I bën sesh dhe lopës. Pse? Se s'ke boti punën e tij. Ose ka kanun agnostik apo ateist shumë. Të bëje ti të mirë, bëje ti, mos prit që ta bëj dikush tjetër. Se po se bën ti të mirë, mund të bëj dikush tjetër sherr. E mos kujto se ti del pa dalë në këtë pjesë, sepse nëse ti e ka pas hapësirën dhe mundësinë, vallai të vjet ka përfytja e ditën e kiametit, o zot unë kam pas në shtëpi. Ky u falë se më ka thonë asgjë gjë. Po di shumë se ka gjë si më falje. Po Allah po bëj falë 5 vjet, po për Zotin pasha madhin tata Allah më ka folë herën çu për sabah. Për shemb. Prej, le të themi, fushave, domethënë që kanë me shpresë Zotit, domethënë efekt të jashtëzakonshëm, fiksoje këtë, është që njeriu të ketë mjetin. Të ketë mjetin, por ta fusi këtë tani, pak të mësë e ligjerate, ta fusi tek pikat e rëndësishme të jetës tij. Se këtu fillon faktikisht. Tek ajo që quhet ndërgjegjësimi. Po e kuptoj njeriu se sa e rëndësishme është kjo gjëja, ta t'ia vën detyrë vetes me shpresën e Zotit. Me shpresën e Allahut. A keni parasysh hadithin e sejdës o vëllezër? Hadithin e sejdës, a keni parasysh? Thot xhenemi tret shkatron djeg çdo pjesë trupit njeriu. Besimtarit. Po pse qafirave nuk e digjet trupi, qafirave. Ose besimtarit i digjet krejtësisht, është mëshirë për Allahut që i digjet. Se po u dojq, do të thosë s'mi më gjallë. Se po ti di gjallë, thot përveç çfarë? Çfarë nuk digjet, bravo. 7 gjurmët e sejdës, balli në këtë pjesën e unës, durët, gjujt, edhe majet e gishave të komës. Për këtë arsye, kur do të thonë besimtari, ose kur do i thonë besimtarët Allahut, ditën e kiametit, në xhenet, o Allah, po kina pas vëllezërin tonë, ç'po shohim në xhenet. Filoni u falë për ne agjërit me hajshim iftar bashk, shkoshim shkollë bashk, gjushim astakërma. Bëjshim puna të mira bashkë, kupton? O Zot, mos po i shohim në xhenet. O Zot, mos po i shohim, kaq ishte. O Zot, mos po i shohim në xhenet. Thot Zoti do të vinë, ta thot. Do të vinë. Thot pejgamberi sa nuk i ndahen Allahut që kërkuari për vëllezërit e tyre, derisa t'ju thot Zoti shkoni dhe merrni. Nxirrni vëllezërit nga xhehenemi për në xhenet. Thonë ata, Zot, po si ti njohim në vëllezërin në xhenem? Në xhenem do të ndjek çfarë tha Allahu. Pa gjurmët e sejdës nuk i prek zjarri xhenemit. Pra fytyrat do t'jenë, durët do t'jenë, gjunjët do t'jenë, dhe komët do t'jenë, dhe njerëzia secili vllajën e vet, dhe e merr e nxjerr nga zjarri i xhenemit e futën në xhenet. Atëherë,
arrim tek pika e fundit që mendoj se është shumë e rëndësishme. Çfarë na ndihmon neve përveç ndërgjegjësimit që pam, gjithë kjo ishte për ndërgjegjësim. Çfarë u tha deri tani? Ishte që ne ta fiksojmë se kjo është gjë shumë e rëndësishme dhe ne duhet ta kemi në listën e gjërave të rëndësishme të jetës tonë, apo jo? Çfarë na ndihmon neve për këtë punë? Atëherë le ta shohim bashkë. Ajo gjë që neve na ndihmon shumë për këtë gjë që ne folëm është sinqeriteti. Po çfarë lidhje ka sinqeriteti? Po, gjë sa më i sinqert të jetë njeriu në raportet e tij me Zotin e gjithësisë, aq më i pangopur është që të lejë gjurmë të padukshme nga krijesat që i shet vetëm krijuesi. Sinqeriteti, pastërtia, çiltërsia, raporti i pastër me krijuesin nuk ngopet ndonjëherë besimtarin. Nuk lodhet ndonjëherë besimtarin. Edhe është i tipit që s'ka qejf t'ia di njëri çfarë. Hiç. Pse? Sepse e ka raport në diku tjetër, e ka lidh, si thot populli, e ka lidh diku tjetër, nuk i intereson. U udhëzuan në dorë, as i intereson fare, u bëj çfarë, në asnjë rrjet social. Qa i lartë. Sa më i sinqert të jetë njeriu në raportet me krijuesin, aq më shumë ti do t'i lidhi njerëzit me krijuesin. Sepse ai ka provuar çdo të thotë kesh një raport të drejtë për drejtë me Zotin. Edhe ai dëshon që këtë mirësi mundësisht ta marrin gjithë. 2. Durimi. Të përmbajtja, nuk është kollaj o vlajnë në u bo se bet për mirë. Nuk është kollaj. Nuk është kollaj se ne jetojmë në një botë që s'duar të roket kush kur ti mundohesh për mirë. Përkundrazi edhe mund të të akuzojnë, përkundrazi edhe mund të ndërthurin epitete, emërtime, e përdigjone tjere. Tani në këtë kohë që jeni ju s'ka shumë probleme, po në kohën kur kemi qenë në fillim fare, i paguar Arabia, i paguar Turqia, terrorizmi, kurse disa paguhen, kurse disa u japin. Ne vëzëm qitë që mund për Zotin e Madh, që s'ka Zot tjetër vështi, vallaj bile, për Zotin. Që ato thoshin, çfarë thua? Po mirë të hajde dhe ju, hajde dhe ju, merrni dhe ju si puna jonë. Ja, pa ne nuk e ulim vetën me shkullë arabë. Ndërkohë që po të ndajtë në i shoqat batanien mes Tiranës, e hajshin edhe shoterin edhe gjysmën e kanjonit. Për batanien. E më ti dilte nomi që shpërndahen pare kisha mija. E treta, vazhdueshmëria. Do të ishi përhershëm. Vazhdueshmëria. Allahu don për i robit të tij punën e vazhdueshme edhe nëse është pak. Këto 12 sunet në një ditë natë, në momenti që bëhen i vitërjesht nuk janë më pak. Në momenti që bëhen 10 vjet nuk janë më pak. Në momenti që bëhen gjithë jetën janë më pak. 2 rekat që mas abdesit, në momenti që bëhet vazhdimisht nuk është më pak. Mund të ndalë asnjëherë, s'është më pak. Në momenti që ti lexon në çdo ditë një xhuz Kurani, në gjithë vitin nuk është më pak. Në momenti që ti lexon ose dëgjon për fen çdo ditë, 10 faqe ose një ligjërat, për shembull, nuk është më pak. Kjo punë ka nevojë për përhershmëri, për vazhdueshmëri. Se mund të flasësh me dikë dhe dështon me sukses. Se s'ja çon Zoti zemrën valla. Ti s'ke dorë zemrat e njerëzve, ti ke dorë vetëm me fol. Ai që s'ka durim të të zbohet. Ai tjetër të vazhdon prap, gjej formë tjetër, metodë tjetër, formë tjetër, derisa ta sjellin xhamin. Derisa të bëhet se bëhet udhëzu për ta. Kjo ka nevojë për çfarë? Ka nevojë për durim të madh. Për këtë arsye surën Asr çfarë tha? Illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dhe u këshilluan për durim, pra. Durimi nuk është gjë e kollajshme. Tjetër që na ndihmon neve është thash përhershmëria, vazhdueshmëria.
Është si puna ujit të vllajnë, një pik, kur ta shohësh guri, është bërë me grop, jo më njeriu, që me shpresën e Zotit, s'është gur, është një shpirt, ndjesi, emocione. Vallahi bilaj për Zotin më vëllezër, vallahi bilaj për Zotin më, vallahi bilaj për Zotin më, sikur të vihemi në një kushërinj apo i shoku, pa pushim, për Zotin do të bëhemi se për të, vallahi bilaj për Zotin. Ja po ne i flasim njëri dite për gjithë islamin, s'na vjen e mo ne si flasim më. Kjo është gabim. Ndërkohë që do të folë, se pas të pa më shumë pak nga pak, kështu më radhë. Pa më do të përhershmëri. Tjetra, mos me shpresën. Thash pra, gjithë njerëzit do të dorë trokasin, ose do të presin mirë, ose do të thonë a çapun. Po si që kishin gjunë herë dëgjon valla që ka dhe jetë tjetër, dikush më thotë çfarë travi që të thajë. Hajde fam hajde. Do të gjallë nga prapë çfarë të valla. Sa gjë në oftë valla. Nuk mund të hasësh me këtë gjë nga. Po ta ngjush këtë për dikë që ke 6 muaj që po punon me të Zoti, planetet, Kurani, me ku dish këtë. E thotë, a la me këto muhabe, u thash se i ke laon të Allah. Çik trulla, të lo petlla. Sot më shpesë. Nga njerë këta më prototipat bëhen më të çuditshme. Për Zotin, për të që ta pejgamberi se o Allah, Zotin, ndihmoje Islamin me njërin prej 2 Omerëve. Omeri, kur ka pranuar Islamin, ku ishte nis o vëllezër? Ku ishte nis? Me dha pejgamberin alayhis salam, rrugës ndodhi mrekullia. Kështu që njeriu nuk duhet ta humbi asnjëherë shpresën. Tjetra, duhet me qenë bashkë krah për krah. O vlla, sado i fort jesh po që tek je i dobët. Shejtani punon, shoqënia punon, ky punon, ai punon, hallet e jetës, martesa, kalamë, do vllai. Ama në momentin që kemi shoqëri të mirë dhe jemi krah njëri tjetrit, edhe nëse unë shoh që i ditës po punon ky, të vëlla ha, çau bo, me ato kushërit e tu. Ha më çau bo me ato shokët glazur, majmë njëri tjetrin, ruajmë njëri tjetrin. Po do të bëjmë me fëmijë nesër, do të njohim fëmijët me njëri tjetrin. Po do të martohemi, do të njohim gratë me njëri tjetrin. Të majnë ato njëra tjetrën, po edhe fëmijët, të majnë njëri tjetrin. Në mënyrë që të vazhdojnë pra, po flasim për gjurmë. Gjurmët nuk lihen në ajër, as në rër. Lihen në këtë lloj forme. Tjetër është pranimi i këshillës. Si, Allah dikush të këshillon. Pranoj këshillën. Sepse ky mund të jetë momenti i zgjimit tënd që ti pastaj bësh për të tjerët shembull i mirë. Ka i problem njeriu o vëllezër, është egoja e smurë njeriu që s'ka qejf me këshillu njeriu. I duket sikur i di të gjitha, sikur së. Kur i thot dikush diçka, pse ndihesh keq apo? Kur dikush të këshillon do të thotë se do fort. Kur dikush të këshillon do të thotë se të vlerëson. Kur dikush të këshillon do të thotë se i dhimbsesh. Për këtë arsye po të këshillon, pranoj këshillën. Tjetër, e para fundit, jo, si era para fundit. Njëti tjetë i mirë, pavarësisht se sa arrin të bësh. Por e veja shënin vetës. S'ka problem, ti ndoshta nuk bën asgjë, ama kur ti ja ke vënë se shënin vetës, Allahu shpërblen sipas kujt, sipas niyetit. Ki zili të mirë, për shembull peti që prej çunave, si quhet ai, Muarremi ose Zeneli ose Baftjari, Allah ka i sukses të papanë. Bëhet sebeb për nga 1 në çdo 6 muaj. Edhe mund nis ajo, o Allah Zoti, ma jep më këtë mundësi. Por ti ndoshta gjithë jetën zbjer dot njëri, a mund ke për ta marrë shpërblimin si ky njeri që çdo 6 muaj sjell njëri. Pse? Shpërblimi i Zotit është sipas niyetit. A ka një hadith që e vërteton këtë fjalën time? Ka hadith. Thot, njerëzit tek Zoti janë 4 kategori. Dikush ka dije dhe e shpërndan, njëshi. Dhe dikush që thotë o Zot, kisha do ndije si ky do të bësh as si ky. Janë te Allahu njësoj. Dikush ta që ka pasuri dhe e shpërndan.
Dhe dikush që thotë zot kisha dhe unë, do të bësh edhe unë si ky, tha janë njësoj. O shit në shembull të mirë. O Allah zot, njep mu si filoni se do të bësh edhe unë si ai. O zoti im, filoni po punon shumë për çunave, për shokëve, për vëllezërve, për odallarëve. O zot bëj mu si ai. Ma mos edhe mua zoti im. Ti ndoshta s'bën asnjë gjë, ama njeti i pastër shpërblet tek Allahu xhelal xhelalu. Tjetër që ndihmon është pendimi i sinqert. Ora ndoshta kemi nga qynovës që na jep sot sukses në udhëzimin e njerëzve. Pasi si profesor, ndërkohë që vetë je punëtor zifti. Pastaj e zemrën ta të rregulloj, pendohu që t'japi Zoti sukses. Se nuk është kjo punë ka çuhalla me largojnë. Që duhet dali prej kujt? Prej zemrës. Po që zemra me si thonë asaj tymit, që krijon tymit. Bloz. Tym do jemi, doam. Se kam asnjë gjë me doam që. Tjetër, do t'jesh gjojtë. Do t'jesh guximtar. Që pun ka nevojë për guxim. Se varet se si ta pret ai tjetër, do thua çfarë thot. Pra përveç durimit duhet edhe guxim. Tjetër, do të jesh shumë siddiq me Allahun. Do të jesh shumë i vërtet me Allahun. Është e pamundur o vllajin pasha Allahun që ti tush kënaqësinë e Zotit përmes një veprimi që do më udhëzoj dikën e mos ta mundsoj Allahun. Allahu shef sa ti me të vërtetë ke me shpirt dhe me zemër. Pasha Allahun e bën Allahu zemrën e tjetrit siç bën të hekurin në dorën e kujt? Daudit alayhis salam. Kur e prekte Daudit hekurin me dorë, a dini çfarë bën natë me hekurin? I shkrihej në dorë. Dhe Daudi alayhis salam e punon të hekurin siç punon gruaja çorapet, trikon, çu punon të Daudi alayhis salam me hekurin. Vallahi bilaj, pasha Allahun o vëllezër. Po të jemi të sinqertë, po të jemi në të vërtetë, në shpirt dhe në zemër, po pasha Allahun, vallahi bilaj bën Zoti çudi me zemrat e njerëzve në duart tona. E fundit dhe më e rëndësishme është duaja. Shumë dyert janë të mbyllura dhe i çel kush duaja. Shumë zemër janë të mbyllura. Po vallahi bilaj i çel duaja. Besimtari lutet Allahut përpara se mi fol çdo kujt, o Allahu zoje këtë një dorën tim. O Allahu Zoti më bëm se mbep që të sot i njëri. E nis me Allahun. E nis me Allahun. Ti je i sigurt se Allahu do të sukses. Ti je i sigurt se Allahu xhallahu xhelalu ka për të dhënë sukses. Vallahi bilaj për Zotin në më. Atëherë le ta mbyllim temën tonë, se e diun që e keni me nga Gallata. Le ta mbyllim temën tonë duke thonë që ne në këtë botë do të lejmë gjurmë patjetër. Po varet se çfarë gjurmë lejmë. Le të bëhemi sebeb për hajër dhe të lejmë gjurmë të mira në mënyrë që veprat tona të mira dhe libri të mira mos të mbyllet mas vdekjes sonë. Dhe mos bëhemi sebeb për gjurmë të këqija që mas vdekjes tonë libri të këqijave tona të mbetet hapur. Amin. Mira vëllezër, ishte kënaqësi që isha me ju, në Zotin mos i takoj prapë për hajër e për të mira, Zoti e nderoft. Subhanallahu wa bihamdihi, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.